Këto që shihni janë gropa ku mund të rrezikosh të thyet makina, nëse je me fat dhe nuk futet ujë që mund ta fik në moment. Mira ata që kanë makinat mira, po ata që kanë makinat vjetra ti fikat ato çfarë do të ketë çizme nga ato peshkatarë. Pjesën e rikë gjithë pinë për to. Kur ka rrugë mirë, ne paguajmë taksat rrugë s'ka. Ne jemi rrugë toni herë nga Tirana Durrësi, s'ka vu dorë kaq i vjet desë po demokracia, rrugë nuk kanë vuni herë që merri pa rrugë. Rreshtet e shiut nuk kanë filluar ende të zbrasin në furinë e dimrit në aksin e njohur si rruga e Ndroqit, por dëmet dhe problemet për drejtuesit e automjeteve kanë mbetur pa zgjidhje për të paktën 20 vitet e fundit. Sot bo asnjëherë investim tu në këtë rrugë. Tu kanë deri nga 25 vjet që nuk është vendor fare. Me këtë situatë mbetet rruga? Jo, kjo situatë është akoma më keq. Shqetësimi është për banorët edhe për fëmijët që shkojnë në shkollë, se nuk kanë një trotuar për të lëvizur. Ka raste plot që këtu kanë bërë aksident fëmijët e vegjël. Ja rreth 35 kilometra të lëna në mëshirë të fatit, pa investime, pa kujdesje, vetëm me arnime që nuk arrin t'ia zbardhin fytyrën autoriteteve shtetërore përgjegjëse për këtë gjendje skandaloze. Që kur drejtuesit e automjeteve nisën të udhtonin drejt qytetit të Bregdetar nga autostrada, rruga e vjetër u la të vjetërohej dhe shkatërrohej, edhe pse zyrtarisht është aks kombëtar ku qarkullojnë automjetet. Rruga ka mbetur e njëjën që nga ditët e komunizmit, me zift të hedhur her pas here në rast të zgjedhjesh. Nuk ka parametra bashkëkohor dhe as standarde. Të vetmit që gjejnë mënyra bashkëkohore për t'u ankuar janë qytetarët e pafajshëm, që përdorin edhe mediat online për të kërkuar ndihmë. O shtet, po vini pak dorë te kjo rruga e Ndroqit, se aty është si në Kabul. Taksat e makinave i mblidhni ju, por rrugët janë kot. Mos mbjellni palma sa për fasad, përshtroni rrugët. Nuk rregullojnë më këta. Mos prisni, do betonizojnë për të ngrënë ndonjë tender. Ju popullimi dashur kuqezit, çfarë nuk keni kuptuar nga rilindasit? 218 milionë tha ambasadori gjerman që do hedh. Ministri i këtyre qelpsirave tha se do hidhen 207 milion. Po, në vend të zgjerun autostradën, vendosën palma, yt të pangopur. Të hedhin ca zift andej nga ajo rruga e Ndroqit do të përdoret pa problem, por ajo rrugë është e amortizuar dhe gjithë gropa. Në rast sa i përpara u mundua të bënte ndonjë rrugë gjithë gropa dhe kishte leje mos pyet, të paktën ky i dyti i mbyllte ato që ka lënë hapur. Koha për të ndërhyrë ka kaluar, por Ora News, duke filluar që sot do të sjellë shqetësimet e qytetarëve dhe thirrjet e tyre për cili do nga autoritetet shtetërore që kanë vesh për të dëgjuar dhe reaguar.